Propozim ligjit për zbatimin e projektit Shkupi Kryeqyteti Evropian i Kulturës 2028 do të nënshtrohet debatit publik. Ligji u ndroqi nga Kuvendi me kërkesë të kryeministrit. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçi akuzoi kryeministrin Mickoski se ju shmang pyetjeve parlamentare sepse nuk ka përgjigje. BDI akuzoi qeverinë për humbjen e 60.77 milion eurove grant nga Bashkimi Evropian për ndërtimin e korridorit hekurudhor 8 drejt Bullgarisë. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë apel qytetarëve për kujdes gjatë valës së të nxehtit, rritet rreziku i helmimeve nga ushqimi. Të nderuar shikues, përshëndetje. Kryeministri Hristian Mickoski tha se edhe ai ka insistuar që propozimi i ligjit për zbatimin e projektit Shkupi Kryeqyteti Evropian i Kulturës 2028 të tërhiqet nga Parlamenti. Tani ky propozim ligj do të vendoset në debat publik. Kryeministri kritikoi opozitën që për këtë projekt nuk i kanë nisur përgatitjet me kohë dhe përveç kësaj po bëjnë, siç tha, përpjekje të ashpra për dezinformim. Kryeministri Hristian Mickoski referuar propozim ligjit për zbatimin e projektit Shkupi Kryeqyteti Evropian i Kulturës 2028 që u tërhoq nga Kuvendi 2 ditë më parë, thotë se dikush po mundohet ta manipulojë dhe dezinformojë opinionin. Prandaj shton se duke mos dashur të lë, siç thekson asnjë milimetër dyshim, edhe ai ka kërkuar që të tërhiqet nga rendi i ditës dhe për këtë do të ketë debat publik. Edhe me insistimin tim, ligji është tërhequr nga Parlamenti, i njëjti do të vendoset në debat publik, i njëjti do të debatohet. Pak do të vonohemi, por edhe ashtu jemi vonuar 10 vite me disa përgatitje si qeveri, por do të mundohemi që këtë tempo ta ruajmë deri në fund të vitit dhe të hyjmë në proces në cilin gjithçka do të realizohet në kohë dhe Shkupi do të jetë qytet i kulturës. Kryeministri kritikoi opozitën që për këtë projekt nuk i kanë nisur përgatitjet me kohë dhe përveç kësaj po bëjnë, siç tha, përpjekje të ashpra për dezinformim. Ka një përpjekje të ashpër për dezinformim. Bëhet fjalë për një fondacion, Shkupi Kryeqyteti Evropian i Kulturës, dhe ky është një projekt që ka nisur prej para 10 vitesh. Për fat të keq deri tani nuk është bërë asgjë dhe kur erdhi situata që qeveria të përballet me një sfidë, dhe kjo është që për herë të parë në historinë e kulturës evropiane ti merret ky titull një vendi, atëherë nisëm një proces që i definuam qartë prioritetet. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashje hoqi nga rendi i ditës propozim ligjin për zbatimin e projektit Shkupi Kryeqyteti Evropian i Kulturës 2028, i cili duhej të votohej me procedurë të shkurtuar, pasi pati një vrullë reagimesh të deputetëve të opozitës dhe të organizatave jo qeveritare. Propozim ligji në fjalë u dorëzua nga një grup deputetësh të VMRO-PS dhe me të parashihej që qyteti i Shkupit të themelonte një fondacion të veçantë, i cili gjatë realizimit të prokurimeve të tij për projektin Shkupi 2028 nuk do të ishte i detyruar të zbatonte ligjin për prokurim publik. Përplasjet e tjeshme në Kuvend gjatë seancës për pyetjet e deputetësh vazhdojnë të shkaktojnë reagime politike. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçi ka reaguar ndaj përplasjeve në Kuvend, ai akuzon kryeministrin Mickoski se ju shmang pyetjeve të opozitës, për shkak se, siç thot ai, nuk ka përgjigje, ndërsa ngjarjet e djeshme i cilëson si një blokadë orkestruar me të cilën u harxhua koha e paraparë për pyetjet parlamentare. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçi, duke komentuar situatën e krijuar dje në Kuvend gjatë seancës për pyetje deputetësh, akuzoi kryeministrin Hristian Mickoski se i u shmang pyetjeve parlamentare, sepse nuk ka përgjigje. Gjatë brifingut të sotëm me gazetarët, ai tha se dje në Kuvend u zhvillua një blokadë orkestruar me manovra që u pamundësoi deputetëve të opozitës të parashtrojnë pyetjet e planifikuara parlamentare. Në vend që të përgjigje pyetjeve të opozitës, pam një blokadë orkestruar. Vesna Bendevska e inskenoi problemin. Një pauzë, pas edhe një tjetër, është e qartë se nuk kam përgjigje për pyetjet që ne parashtrojmë. Fakt është se rregulloria e Kuvendit u shkel. Një deputete nuk kishte marrë përgjigje brenda afatit prej 20 ditësh, prandaj vendosi ta bllokoj foltoren për ta marrë përgjigjen dhe ajo e mori atë. Kërkesa e saj ishte logjike dhe ajo shfrytëzoi mekanizmat që kishte në dispozicion. Pas kësaj, deputetja mori përgjigje me shkrim, ndërsa më pas Vesna Bendevska ndërhyri dhe inskenoi problemin.
Ai theksoi se kjo është vetëm një tjetër dëshmi e mosrespektimit të vazhdueshëm të kuvendit dhe rolit të tij kushtetues. Sipas tij, dëmin më të madh nga një sjellje e tillë nuk e pëson opozita, por qytetarët, të cilët mbeten pa përgjigje për pyetjet që përfaqësuesit e tyre të zgjedhur parashtrojnë në kuvend. Kujtojmë se dje deputetja Ilire Dauti dhe kryetari i Partisë Lidhja Shqiptare, Ziadin Sela, e bllokuan foltoren e kuvendit në seancën për pyetje deputetësh për shkak se kryeministri nuk ju kishte përgjigjur pyetjes së deputetes Dauti për ligjin për përfaqësim të drejtë. Këtë pyetje ajo ja kishte parashtruar kryeministrit që në seancën më 26 qershor. Prandaj ajo tha se kryeministri e ka shkelur afatin ligjor prej 20 ditësh për të ju përgjigjur, ndërsa përveç kësaj, ai refuzoi që t'i përgjigjet edhe dje, duke e ignoruar dhe duke vazhduar me pyetjen që ja parashtroi lideri i LSDM-s Venko Filipçe. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzoi qeverinë për humbjen e 60.77 milion eurove grant nga Bashkimi Evropian, mjetet pakthyeshme destinuara për ndërtimin e seksionit të tretë korridorit hekurudor 8 drejt Bullgarisë. Sipas BDI-s, korridori 8 nuk është thjesht një projekt infrastrukturor, por është korridor pan-europian, pjesë e rrjetit strategjik të transportit të Bashkimit Evropian. Bashkimi Demokratik për Integrim ka deklaruar se qeveria ka dështuar të sigurojë 60.77 milion euro grant nga Bashkimi Evropian, të destinuara për ndërtimin e seksionit të tretë të hekurudhës së korridorit 8 drejt Bullgarisë. Sipas BDI-s, kjo përbën humbje të një mundësie të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, modernizimin e infrastrukturës dhe forcimin e lidhjeve të vendit me Evropën. Bekim Rexhepi nga BDI theksoi se sipas dokumenteve zyrtare të dorëzuara nga vetë qeveria në kuvend, fondet IPA nuk janë të disponueshme sepse tenderi i shpallur në vitin 2024 është anuluar dhe kontrata për ndërtimin e seksionit të tretë të hekurudhës nuk është lidhur brenda afatit të përcaktuar. Pra, humbja e 60.77 milion eurove nuk është një pretendim politik i joni, por pasojë e dokumenteve dhe akteve zyrtare të institucioneve. Qytetarët do të dinë se në fund të vitit 2023, respektivisht 12 dhjetor 2023, kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë e qeverisjes, u sigurua paketa më e madhe financiare për këtë projekt në vlerë prej rreth 560 milion euro. Edhe atë 175 milion euro kredi nga Banka Evropiane për investim, 175 milion euro kredi nga Banka për rindërtim dhe zhvillim, 149 milion euro grant nga VBFI, korniza investuese për Ballkanin Perëndimor dhe 60.77 milion euro grant IPA nga Bashkimi Evropian. Ai theksoi se ky ishte rezultati besimit të partnerëve evropian dhe i punës për ta vendosur korridorin 8 si prioritet strategjik të shtetit. Sipas partisë opozitare, korridori 8 nuk është thjesht një projekt infrastrukture, por është korridor pan-evropian, pjesë e rrjetit strategjik të transportit të Bashkimit Evropian dhe me rëndësi të veçantë për NATO-n. BDI pyet se kush mban përgjegjësi për humbjen e 60.77 milion eurove, pse nuk u përmbushën afatet për realizimin e projektit dhe a do të duhet tani që qytetarët ta mbulojnë nga buxheti i shtetit atë që Bashkimi Evropian ishte i gatshëm ta financonte si grant. Ministria e Shëndetësisë informoi se numri i pacientëve të infektuar nga efet e Nilit Perëndimor ka arritur në 13, ndërsa 3 prej tyre janë në gjendje kritike. Ndërkohë situata me helmimin nga uji në Gostivar po qetësohet. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë regjistruar 36 raste të reja. Etet e Nilit Perëndimor po vazhdojnë të shpërndahen tek qytetarët. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se janë shtuar edhe 2 raste të reja dhe se numri i përgjithshëm i personave të infektuar me këtë virus ka shkuar në 13, ndërkaq kanë shtuar se 3 pacientë vazhdojnë të jenë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Deri më 30 korrik 2026, në vend janë konfirmuar gjithsej 13 raste me ethet e Nilit Perëndimor. Në klinikën universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile janë hospitalizuar 10 pacient me infekcion të konfirmuar, prej të cilëve 3 janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjithashtu bëjnë me dje se Ministria e Shëndetësisë ngarkoi Qendrën e Shëndetit Publik që të realizojë dezinsektim shtesë terrestrik, përkatësisht dezinsektim nga toka kundër mushkonjave.
ndërkohë situatë më e qetë shëndetësore është shënuar në Gostivar. Sipas njoftimit të ministrisë, në 24 orët e fundit janë regjistruar 36 raste të reja, dhe se aktualisht në spital janë të hospitalizuar 4 pacientë. Situata epidemiologjike në Gostivar shënon përmirësim të dukshëm dhe rënje të vazhdueshme të numrit të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Gjatë ditës së djeshme, në Spitalin e Përgjithshëm dhe në Shtëpinë e Shëndetit në Gostivar janë realizuar gjithsej 36 kontrolle, përkatësisht 37 më pak krahasuar me ditën paraprake, kur ishin regjistruar 73 kontrolle. Më tej bëjnë me dije se që nga fillimi i monitorimit në Spitalin e Përgjithshëm dhe në Shtëpinë e Shëndetit në Gostivar, janë kryer gjithsej 4.483 kontrole të para. Deri te institucionet kompetente janë dorëzuar 1.014 raportime zyrtare për sëmundjen ngjitse, ndërsa janë përpunuar 706 anketa të reja epidemiologjike, duke arritur mbulim prej 70%. Temperaturat e larta që pritet të përfshin vendin gjatë ditëve në vijim kanë shtyrë institucionet të apelojnë për kujdes të shtuar. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë u bën thirrje qytetarëve të respektojnë rregullat për blerjen, transportimin, ruajtjen dhe përgatitjen e ushqimit për të shmangur helmimet ushqimore. Me temperaturat që pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius gjatë ditëve në vijim, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë u bën thirrje qytetarëve të tregojnë në kujdes të shtuar gjatë blerjes, transportimit, ruajtjes dhe përgatitjes së ushqimit për të shmangur helmimet ushqimore. Sipas AUV-s, temperaturat e larta krijojnë kushte të favorshme për shumimin e bakterieve në ushqim, duke rritur ndjeshëm rrezikun për shëndetin e konsumatorëve. Prandaj, agjencia rekomandon që ushqimet të blihen vetëm në pika të verifikuara të shitjes, ku produktet, veçanërisht ato me origjinë shtazore, të ruhen në kushte të përshtatshme në frigorifer. Të shmanget blerja e ushqimeve me ambalazh të dëmtuar, të shtypur, të fryrë ose të qarë. Duhet të shmanget blerja e ushqimeve të ftohura ose të ngrira që prishen lehtë, nëse ato ruhen jashtë frigoriferit ose ngrirësit. Ushqimet e ftohura duhet të ruhen në temperaturë më të ulët se 5 gradë Celsius, ndërsa ushqimet që kërkojnë gatim termik duhet të përpunohen në temperaturë mbi 60 gradë Celsius. Frutat dhe perimet duhet të lahen mirë nën ujë të rrjedhshëm para përdorimit, ndërsa mishi, qumështi dhe vezët duhet i nënshtrohen për punimit të plotë termik. Agjencia rikujton se produktet që prishen shpejt, si mishi, qumështi dhe vezët, nuk duhet të lihen për periudha të gjata në automjete ose të ekspozohen ndaj temperaturave të larta, pasi kjo rrit rrezikun e zhvillimit të mikroorganizmave të dëmshëm. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka paralajmëruar se në ndikimin e një vale të nxehti, deri në fund të javës së ardhshme, moti do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë. Veçanërisht nxehtë do të jetë nga e mërkura, kur në disa vende temperaturat ditore do të kalojnë në 40 gradë Celsius. Deputetja e Vlenit Kaltrina Beqiri tha se me vendimin e qeverisë për punësimin e grupit të dytë të 300 specializantëve po e përmbushin premtimin për punësimin e 600 specializantëve privat në shëndetësinë publike. E tha se prioritet do të kenë spitalet jashtë Shkupit dhe specializimet me mungesën më të madhe të mjekëve. Premtimi për punësimin e 600 specializantëve privat në shëndetësinë publike po realizohet. Deputetja e Vlen, Kaltrina Beqiri, deklaroi se pas punësimit të grupit të parë prej 300 specializantësh, qeveria ka miratuar vendimin edhe për punësimin e 300 të tjerëve. Sipas saj, ky hap do të forcojë sistemin publik shëndetësor, veçanërisht spitalet jashtë Shkupit, të cilat prej vitesh përballen me mungesë të kuadrit mjekësor. Ajo theksoi se kjo është një mundësi që 300 mjekët e rinj, të cilët e kanë nisur specializimin me shpenzimet e tyre, të bëhen pjesë e sistemit publik dhe të ndërtojnë të ardhmen këtu në vendin e tyre. Një nga premtimet tona kryesore ishte punësimi 600 specializantëve privat në shëndetësinë publike. Tani, me vendimin e qeverisë për punësimin e grupit të dytë prej 300 specializantësh, ky premtim po përmbushet. Grupi I parë prej 300 specializantësh tashmë është punësuar, ndërsa vazhdon procesi për punësimin e grupit të dytë. Synimi është që ky proces të përfundojë deri në fund të këtij viti. Ajo tha se prioritet do të kenë spitalet jashtë Shkupit dhe specializimet me mungesën më të madhe të mjekëve, me qëllim përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët. Në të njëjtën kohë, spitalet që prej vitesh përballen me mungesë specializantësh do të përforcohen me kuadrin që u nevojitet.
Përparësi do të kenë spitalet e përgjithshme dhe klinike jashtë Shkupit, si dhe specializimet ku mungesa e mjekëve është më e madhe. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për qytetarët e Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Strugës dhe qyteteve të tjera. Ajo vlerëson se nuk mjafton vetëm të ndërtojnë spitale dhe të blejnë pajisje, pasi spitalet kanë nevojë për mjek. Prandaj, krahas investimit historik prej 74 milion eurosh në spitalin klinik të Tetovës dhe hapjes së rrugës për ndërtimin e spitalit të ri në Kërçovë, thekson se po investojnë edhe tek njerëzit që kujdesen për shëndetin dhe shpëtojnë jetë. 496 zyrtarë të ri policor gjeneratës 2025-26 u promovuan në Akademinë Policore në Idrizov. Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski theksoi se profesioni polisit kërkon përkushtim, guxim dhe përgjegjësi të vazhdueshme ndaj qytetarëve. E theksoi se qendra e trajnimit në Idrizov po shndrohet në Akademi Policore me akreditim ndërkombëtar. Profesioni policit nuk përfundon me mbarimin orarit të punës, por përfaqëson një zgjedhje jetësore dhe një thirrje që kërkon guxim, qetësi, ndershmëri dhe humanizëm, deklaroi ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski gjatë promovimit të 496 zyrtarëve të ri policor të gjeneratës 2025-26. Në ceremoninë e mbajtur në Akademinë Policore të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Idrizov, Toshkovski u tha policëve të ri se gjatë karrierës së tyre do të përballen me situata ku do të jenë të parët në vendin e aksidentit, të parët kur qytetarët do të kërkojnë ndihmë dhe ata që do të duhet të vendosen mes rrezikut dhe njerëzve. Mladi ljudi koji odlučili svojët profesional. Maqedonia sot ka nivelin më të ulët të kriminalitetit në 20 vitet e fundit. Ky është rezultati i punës së përkushtuar zyrtarëve policor, por edhe i reformave dhe modernizimit që po zbatojmë. Gjenerata e re gjatë trajnimit ka treguar nivel të lartë discipline dhe profesionalizmi, ndërsa procesi për herë të parë është zhvilluar në kushte plotësisht të rinovuara. Ai theksoi se qendra e trajnimit në Idrizov po shndrohet në Akademi Policore me akreditim ndërkombëtar. Ndihmës ministri në Akademinë Policore Vlatko Mitkovski theksoi se kjo është gjenerata e parë e trajnuar sipas modelit të ri të trajnimit bazë policor, i cili është realizuar përmes 3 moduleve të specializuara: kompetencat e përgjithshme dhe trafiku, punët kufitare dhe operacionet speciale policore. Ai nënvizoi se kandidatët përveç njohurive profesionale kanë treguar edhe përgjegjësi shoqërore përmes pjesëmarrjes në aksione humanitare, donacione dhe aktivitete të dhurimit të gjakut. Vazhdojmë me lajmet. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulina Haxhiu, ka takuar krerët e partive politike parlamentare para mbajtjes së seancës konstituive të 6 gushtit. Në një konferencë për media pas takimit, Haxhiu tha se në takim kishte pajtim të plot për gjitha pikat cilat do të mbahen më 6 gusht, nga formimi i komisionit përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe mandateve të deputetëve, betimit të deputetëve, si dhe zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Po ashtu, Haxhiu ka mirëpritur dhe rizgjedhjen e Lumir Abdixhikut në krye të LDK-s, duke cilësuar atë si një zhvillim që mundson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Ajo tha se mbledhja e LDK-s ka qartësuar situatën brenda partisë, gjë që sipas saj i hap rrugë rifillimit të dialogut politik. Së pari është lajm i mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje, por lajm i mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet, sepse siç e dini, ato janë pezulluar deri në sqarim të situatës brenda LDK-s. Sigurisht që nuk është në mandatin tim as në përgjithësitë e mia, sidomos jo në cilësinë që jam që të flas për atë çështje, por është shumë e rëndësishme që takimet të vazhdojmë, pra ato të thirren dhe të mbahen, dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrijmë, pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentës. Spanja mbylli mbrëmë pikëkallimin kufitar me Marokun Beni Enzar në enklavën e saj në Afrikën Veriore të Melilla, pas një tentative për hyrje masive nga migrantë pa rregull, ndërsa mira përpjekje për hyrje u raportuan në enklavën tjetër të vendit Ceuta në të njëjtën ditë, sipas transmetuesit publik RTV.
Kryetari me Lilas Juan Jose Imbroda i tha se përpjekjet për hyrje ndodhen si përtej kufirit toksor ashtu edhe nga deti, duke theksuar se situata në Melilla nuk mund të krahasohet me atë në enklavën tjetër të Afrikës Veriore të Spanjës, Ceuta, e cila gjithashtu pati përpjekjet pa rregullta hyrjeje në shkallë gjerë nga Maroku të njëjtën. Numri i vdekjeve të migrantëve mes mbritjeve masive u rrit në 19. Mediat lokale raportuan më parë se më shumë se 1500 emigrantë kishin arritur në Ceuta nga Maroku gjatë javës kaluar, me shumë pra prej tyre me notë për te kufirit, ndërsa të tjerë hynë në këmbë. Numri saktë i mbritjeve ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka deklaruar se Rusia dëshiron që konfliktin në lindjen e mesme të vazhdojë, pasi sipas tij kjo kufizon mundësinë e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur Ukrainën në të njëjtin nivel si më parë. Në një intervistë për Fox News të transmetuar të njëjtën, Zelenski akuzoi Moskën se ka furnizuar Iranin me dronë, të cilët sipas tij janë përdorur në sulme në lindjen e mesme dhe kundër Izraelit. Ne e dim nga inteligjenca se ata janë shumë të kënaqur që nuk ka një përfundim të vërtetë të luftës në lindjen e mesme, deklaroi Zelenski, duke shtuar se Rusia sheh angazhimin e SBA-s në rajon si një faktor që ndikon në nivelin e ndihmës amerikane për Ukrainën. I pyetur nëse Ukraina përfiton luftën, presidenti i Ukrainës tha se vendi i tij nuk po humbet, duke theksuar se për Kievin fitoria nënkupton ruajtjen e territorit dhe pavarësisë. Në një udhëfyes për zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes anëpushimit në Gaza përfshin rregullimet për qeverisjen e enklavës, çarmatimin të ardhmen e personelit sigurisë, tërheqjen graduale të ushtrisë izraelite, vendosin në një forcë ndërkombëtare stabilizuese dhe rindërtimin, thanë për agjencinë Anadolu burime palestineze të informuar atë premten. Më herët të premten, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ishte arritur një marrëveshje për çarmatimin e pilot të Hamasit dhe grupeve tjera të armatosura në Gaza, ndërsa forcat izraelite pritet të tërhiqen në faza teksa procesi avancon. Trump gjithashtu vlerësoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për rolin e tyre në ndërmjetësimin e asaj që e quajti një përparim historik. Udhëfyesi parashikon transferimin e gjitha përgjegjësive civile dhe të sigurisë në Gaza gjatë një periudhe kalimtare te Komiteti Kombëtar për administrimin e Gazës, i cili do të mbikëqyr institucionet dhe shërbimet publike, si dhe do të kryejë një rishikim të plot financiar dhe administrativ të enklavës. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.